5 kriminal cilët janë arrestu sfundi, ne po shpresojmë që të arrestuhen sa më shpejt edhe pjesa tjetër. Edhe na shpresojmë që këta 5 kriminal ju dënimin e merituar, po dënim të përjetshëm. Fatkeqësisht këtu është edhe kriminalët janë të u plak, edhe po frikojmë se po vdesin pa marrë dënimin e merituar. Po ndjenjën e masakrës së Çakut, kush ka qenë në Çak, ndoshta edhe për rrethet, s'ka si mos na kujtohet, kur sidomos banorëve të Çakut edhe shumë neve që kemi edhe të afërm të vranë këtu, të masakruar atë ditë, jo që na kujtohet ajo ngjarje, po e kemi kujtimin e freskët, kur mendoj çdo vit, sidomos kur vjen 15 janari, kujtimi është shumë i freskët i kësaj ngjarje dhe nuk mund me thonë asnjëherë se ndihemi mirë, ndihemi emocionalisht shumë rënd, ndihemi dhimbje për këta, por tash ka fillu duke po Kosovën të lirë, duke u zhvillu ekonomikisht, forcat tona, ushtria, policia, gjitha këtu, është një krenari, si më për banorët e Çakut, të cilët është, domethënë, prej masakrave është një masakër kyçe e cila ka realizu me bombardimin e NATO-s dhe me çlirimin e vendit. Së në Kosovë janë arrestu 5 të dyshuar serbë që dyshohet se kanë marrë pjesë pikërisht në masakrën e Reçakut. Çu i bën munike juve si banori i këtij, si dëshmitar, si kontribuent? Po neve çdo kriminal ti quajmë serb na ban muni mirë, jo për shkak se këta na i ngjallin të vdekurit tanë, po spaku që ta marrin dënimin e merituar, dënimin të cilin e kanë prit shumë banorë të Çakut, shumë banorë të Kosovës, të cilat kanë masakra edhe në vende tjera, që kanë prit këtë dënim me padurim. Tashti është, ne e dim se është pak vën, edhe kemi na shumë prind këtu, të cilët kanë dhënë fëmijët e tyre. Kemi shumë që kanë dhënë vllazët e tyre, edhe disa prej tyre nuk janë sot gjallë mesin tonë edhe mi pa gjykimin e kriminalëve serb, po gjithsesi unë mendoj që është mirë, edhe pse është e vënuar se fatkeqësisht këtu është edhe kriminalët janë të u plak, edhe po frikojmë se po vdesin pa marrë dënimin e merituar. Ne për këta 5 kriminal cilët janë arrestu sfundi, ne po shpresojmë që të arrestuhen sa më shpejt edhe pjesa tjetër, se për 21 janë ngritë aktakuzë nga Prokuria Speciale e Krimeve të Luftës të Kosovës. Edhe na shpresojmë që këta 5 kriminal të marrin dënimin e merituar, edhe shpresoj që ju dënimin e merituar, po dënim të përjetshëm. Kërkojmë gjithë banorët e Çakut, gjithë banorët e Kosovës kërkojnë dënim të përjetshëm për këta kriminal. Kurse këta mos tjetë me numri vetëm me 21 të dyshuar, se në Reçak atë ditë ka pas forca shumë të mëdha, që numri shumë më i madh i tyre, po duke shumë më i madh, numri 21 është vetëm një pjesë, ndoshta që kanë arritë të identifikohen me emra. Kemi në Reçak, kur Reçaku ka qenë i rrethuar, çdo pjesë e Reçakut ka qenë e rrethuar, ku asnjë lëvizje s'ka mujtë të bëhet për aty në forcë. Ata gjithë janë kanë të përgatitur për me vrarë edhe për me masakru banorët e Reçakut. Ku dihet që numri shumë më i madh, po shpresoj që me të arrestuar, me kësi lloj kriminala, këta vetë do të gjesin edhe emra të tjerë dhe do të arrihet më në fund. Dimna serb çka kanë në zonë këtu, ma të mërshëm që kanë për këtë pjesën, po është fatkeqësi që kohën kur u bë masakra e Reçakut,
personat që në kanë të njohur për vendin sërb, ata në kanë me maska. Kurse pa maska në kanë personat që në kanë ose të komunave tjera, ose të rrethet që nuk i kanë njoft, dikush ai se ka pas probleme edhe pa maskë. Një pengesë që është për shembull tash për me dëshmu të vërtetën është fakti që në atë kohë ne s'kemi pas mjetet teknologjike që janë sot, telefona, kamera, nëse kena pas edhe ne kamerë dikush s'ka pas as kuta mushtë, s'ka pas rrymë, janë kanë pas laps s'kena pas për me shkru dikona a diçka, janë kanë kushtet edhe sërt i kanë ditë ato kushte që dëshmia për me dëshmu në të ardhmen do të jetë shumë e vështirë, edhe i kanë kamuflu, po janë mjetet, secili stacioni polici ushtime ka pas komandant, ka pas zinxhir komandues të policisë, të ushtrisë, edhe këtu unë shpresoj që dal nga dal do të vinë në vend edhe do të akuzohen gjithë pjesëmarrësit e masakrës së Qakut, po gjithë pjesëmarrësit e masakrave të Kosovës.